Komiteti drejtues i veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacional çrimtare i akordoi certifikatën e mirënjohjes kryetarit të Bashkisë Simarës Vangel Tavo. Certifikata Tavos ju dha gjatë ceremonisë të organizuar me rastin e 32 vjetorit të brigadës së 5 sulmuese. Drejtuesit e Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve vlerësojnë kryebashkiakun Vangel Tavo si një figurë publike me reputacion të rëndësishëm, i cili ka punuar me përkushtim të madh gjatë karrierës së tij. Ashtu si kundër po bën edhe aktualisht. Motivacioni për këtë vlerësim për kryebashkiakun Tavo u lexua nga sekretari i Komitetit drejtues të veteranëve dhe pasardhësve, Bexhet Rapaj. Pra i vjen momenti që të vlerësojnë edhe ata që po ruajnë dhe mbajnë vlerat e luftës antifashiste nacionale çrimtare, që janë me shumë vlera dhe neve si Komitet Veteranës këta i vlerësojmë. Dhe një nga këta sot është edhe shoku Vangel Tavo. Komiteti drejtues i organizatës veteranëve të luftës nacionale çrimtare dhe pasardhësve, nderi komit, Qarku Vlorë, certifikat falënderimi për jepet zotit Vangel Tavo, kryetari Bashkisë Simarë, figurë publike e njohur dhe respektuar, njeri me reputacion të konsoliduar shoqëror, i zgjedhur nga populli në detyra të larta përfaqësuese, si deputet apo kryetar bashkie. Detyra që i ka marrë përsipër dhe i ka punuar e punon me seder për kushtim, për të zbatuar pavarësisht nga shkalla e vështirësisë që dalin. Ne po i vëmë në duke tiparin tuaj prej shtetari që po kujdeset të ruhen vlerat e luftës sonë antifashiste nacionale çrimtare. Organizata jone veteranëve dhe pasardhësve të Lançit Vlorë ju shpreh posaçërisht falënderime për kontributin tuaj individual dhe institucional në mbrojtje të trashëgimisë sonë të hyrë ardhetare, të cilën historia na ngarkon të apërcjellim të pastër brezave të rinj. Vlerat e larta të luftës sonë nacionale çrimtare dhe simbolet e saj janë të shenjta për Labrin, për Himarën, për Vlorën dhe gjitha dheun tonë. Me konsiderat në emër të Komitetit drejtues, sekretari Bexhet Rapaj, kryetari Zeqi Ribaj. Më pas, kryetari i Komitetit drejtues të veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacionale çrimtare, Zeqi Ribaj, i dorëzoi certifikatën e vlerësimit kryebashkiakut Vangel Tavo. Vangel Tavo aveta këmbë, oj miri që nuk gjende, je vlerësuar nga kryesia e Komitetit veteranëve. Kryetari i Bashkisë Simarës Vangel Tavo theksoi se ky vlerësim është një obligim për të bërë më mirë për zonën, por edhe për vlerat e luftës antifashiste nacionale çrimtare. Ndihem shumë i nderuar për këtë vlerësim që po më bën Komiteti i Veteranëve dhe në të njëjtën kohë ky vlerësim për mua është një obligim për të bërë shumë më tepër për zonën, por për të bërë shumë më tepër për atë që na takon të bëjmë të gjithë për vlerat e luftës nacionale çrimtare dhe unë me jam në Himar padyshim për vlerat e brigadës së 5 sulmuese. Shumë faleminderit. Certifikat vlerësimi nga Komiteti drejtues i veteranëve dhe pasardhësve të luftës antifashiste nacionale çrimtare edhe për ish deputeten e Qarkut të Vlorës Valentina Leskaj. Zonjës Valentina Leskaj, bie e denj nga dera që ka lindur edhe herojin e popullit Abasqeu. Edhe vetë jeni njeri me personalitet të spikatur vetar në fushën shoqërore e politike, përfaqësuese e nderuar e popullit në Kuvendin e Shqipërisë, zonjë me integritet të lartë vetjak e familjar, krenare si pasardhëse veterani dhe mëshiron idealet e larta të Lançit. Organizata jone veteranëve ju shpreh mirënjohje. Ish deputetja Valentina Leskaj tha se ndjej vlerësuar dhe përullur për këtë vlerësim të marrë. Falënderimin ndjehem natyrisht e nderuar dhe e përullur për ta marrë këtë vlerësim dhe padyshim që angazhimi im nuk do të mungojë edhe në të ardhmen. Nderim, mirënjohje dhe lavdi atyre që vun jetën e tyre në themelet e lirisë të këtij vendi.